Mjeku Mhill Gecaj, kreu I shoqatës së Nikaj Mërturit, është me mua në këtë lidhje për të folur më gjerësisht mbi këtë shqetësim qytetar. Cilat janë shqetësimet kryesore që kanë ngritur qytetarët sa I përket këtij projekti të keshit në lumin e Mërturit, zoti Gecaj? Një sqarim për opinionin publik, unë jam ish kryetari I shoqatës Nikaj Mërturit, sa për miqt dhe të gjithë ata të cilët më njohin. Kështu që tani vazhdojmë me pyetjen tuaj që ju më keni drejtuar, unë ju falenderoj edhe ju si media. Së pari kemi të bëjmë më së paku me një masakër të mirëfillt mjedisore. Pra, ajo çfarë sot është bërë në Nikaj Mërtur, është mirëfilli një masakër e pastër mjedisore. Ka filluar një investim pa asnjë lloj informacioni zyrtar, pa tabela për informimin qytetar dhe pa bërë asnjë dëgjesë publike. Pra, në të gjitha rastet, ligji e parashikon qartë se para se të bëhet çdo investim në zonat e caktuara, duhet bërë përpara dëgjesat publike, duhet parashitur projekti, transparenca dhe gjithçka ka të bëjë me projektin, edhe pastaj kërkohet fillimi I punimeve. Këta e kanë bërë çdo gjë fshehur azi, çdo gjë e kanë bërë në mënyrë të fshehur, dhe ne aty jemi organizuar të gjithë si krahin, edhe një sqarim tjetër aty kanë qenë rreth mbi 500 veta atje në atë tubim protest, edhe ne kërkojmë me njëherë ndërprerjen e punimeve, cila është bërë tashmë, është bërë fakt pas ndërhyrjes dhe pas protestës tonë, pra që ne kemi deklaruar para një jave që do të jetë një protestë me datën 5 korrik, kështu që aty punimet nuk do të vazhdojnë, për pa bërë qartë për gjithë opinionin publik, për çdo Nikaj Mërturës, transparenca e plotë e projektit mbi lumin e Nikaj Mërturit. Shiko të nderuar gazetar. Ajo çfarë ata kanë bërë aty, duke ndërhyrë në lumin e Nikaj Mërturit, pra ai nuk është prrua. Pra gjithçka është bërë aty në mënyrë si thua mirë menduar që ta minimizojnë sa më shumë problemin, që duke quajtur prrua të ndërhyjnë pastaj në lum. Në lum me ligj ndërhyret në 2 raste, e theksoi shumë mirë ambientalisti profesor Sazangur, ndërhyret vetëm rastet paqësive natyrore dhe aty kur ka projekte kombëtare të digave, për hidrocentrale të mëdha që shërben mbi lumin Drin apo në shumë lume të tjerë, por jo prita malore, prita të lërbën në prej, pra ai nuk është prrua. Ai është një lum shekullor, ka shtratin e tij dhe unë jam rrit në atë zonë, e njoh shumë mirë, kam kaluar me mira herë aty, ai tashmë gjithë zona aty është e pyllëzuar, ai lum nuk mbart inerte, siç ta kanë pretenduar për të dërguar në liçenin e Komanit, pra që mbushjet në liçenin e Komanit me dhëna vijnë nga prej, jo nga lumi I Nikaj Mërtur dhe lumi I Currajve. Ai ka shtratin e tij shekullor dhe nuk bart absolutisht fare dhëra apo inerte të tjera, sepse lumi nuk është edhe shumë I rrëmbyrshëm aty. Aty shohim një tabel, zoti Gecaj. Çfarë është ajo tabel? Çfarë thotë? Sepse ju thatë ka mungesë transparence, por është vendosur një tabel për treguar çfarë punimesh po kryen. Po, është e vërtet. Ajo tabel është vendosur aty pasi ne kemi reaguar dhe aty nuk ka as datë, as fillim projektit, as fillim datë punimesh, as fillim marrim punimesh dhe as për çfarë bëhet fjalë, po për fjalë loti I parë thotë në digat e projt të Lekpibajve. Pra nuk përmendet fare lumi I Mërturit. Pra shiko, vetëm kjo përbën një vepër të pastër penale. Pra ka është bërë tjetërsimi edhe I objektit pra I ndërhyrjes. Pra aty flitet për projnë e Lekpibajve, ndërkohë që ndërhyrjet janë bërë në lumin e Mërturit. A keni bërë një padi deri më tani në prokurori që më pas gjykata të marrë mas sa I përket vijimit punimeve? Të falenderoj për pyetjen. Ne dje kemi bërë të qartë para gjithë opinionit publik, por edhe para gjithë banorëve të krahinës Nikaj Mërtur, se për krahina Nikaj Mërtur, krahin e para është një park natyror, është krahin Lleri Kombit e dekuruar nga president Rovuliks për vetë qendresat e tij, por edhe historinë e tij Nikaj Mërturit. Tashmë aty është bërë e ditur dje që do të ketë një plotësim të gjithë dokumentacion nga ana e juristëve të cilët nuk janë të paktë nga krahina Nikaj Mërturit, për fatin tonë mirë, ne jemi një zonë, do të thonë shumë e mirë arsimur në të gjitha fushat, do përgatitet dosja besoj brenda 2-3 ditësh, ajo do dërgohet në SPAK, ku do dërgohet organeve listë batuse që të shikohet
në intësi gjithë problemi i dhënies së këtyre tendrave mafioz, korruptiv, pa asnjë lloj transparence për publikun, pra këtu nuk është paraqitur asnjë studim se pse bëhen këto, pra duhet ishin specialistët të cilët duhet kishin bërë studimin para prak, ata kush i ka bërë këto studime, ku janë paraqitur këto studime, ku janë miratur këto studime, duhet mbledhet Këshilli Bashkiak, ta miratojë çdo lloj projekti që paraqitet, sepse në fundit ai është territori bashkisë dhe është në jurisdiksion e bashkisë Tropojës. Pra nuk ka pasur deri më sot as edhe një lloj transparence për të pjesë. Po në qoftë se është projekt me interes kombëtar nga korporata elektroenergjitike, çfarë ndodh në këtë lloj rasti? Pasi ju keni të drejtë dhe thoni Këshilli Bashkiak dhe të gjitha institucionet vendore. Çfarë po bëhet aty? Çfarë po ndodh? Sepse dakord ka mungesë transparence, çfarë po ndodh sipas jush? Pse po vendosen këto prita malore? Shiko, ne kemi theksuar, faleminderit shumë për pyetjen. Ne kemi theksuar dhe vjen në tubimin ton paqësor që ne nuk jemi absolutisht kundër zhvillimit të asnjë lloj projekti i cili ka të bëjë me për interesa kombëtare. Këtë kemi treguar në vite. Por ky projekt ose ky lloj investimi që po bëhet atje është totalisht një investim i pa miratuar, i pa as tek Këshilli Bashkiak, as nuk është bërë dëgjes publike me komunitetin. Pra nuk dihet se çfarë po bëhet aty. Dhe e dyta, unë kam theksuar dhe dje, nuk i vjen e keqja hidrocentralit pra liçenit të Komanit nga lumi i Mërturit. Ky lum nuk bart inerte. Inertet, dhe duhet ta theksoj këtë, inertet dhe dherat vijnë nga prejt, por jo nga lumi. Lumi ka shtratin e tij, lumi është me gur shekullora, nuk ka as edhe një. Ne jemi rrit atje, e dim se sa rrerë dhe sa inerte bart ai lum. Dhe sikur të bart, ato diga nuk është se do zgjidhin në një problem lidhë me liçenin e Komanit, absolutisht jo. Liçeni i Komanit është mush me dhera nga prejt dhe nga prejt qoftë nga krahina e Pukës apo edhe nga pjesë tjera që i përkasin Tropojës. Dhe kur kemi bërë gjeografi ne që në shkollat e vjeçare kemi mësuar që në krahin në Tropoj janë dy lumej, është lumi i Valbonës dhe lumi i Currave, pra lumi i Nikaj Mërturit. Këto dy janë lumej, janë lumej që ekzistojnë në të gjithë dokumentacionin ligjor për edhe të Ministrisë Mjedisit. Kështu që në këtë rast duhesh pa diskutim një tjetër miratim, qoftë nga Ministria e Mjedisit, qoftë ajo zonë mbrojtur. Pra ndërhyrën aty dhe aty është bërë një masakër e vërtet mjedisore. Pra shiko, edhe barbarët më të mëdhej të çdo lloj shteti që nuk do kishin asnjë lloj interesi, pra për Shqipërinë nuk do ta bënin një punë të tillë çfarë kanë bërë ata aty. Çfarë ka ndodhur deri më tani, sepse ne shohim ekskavatorë që janë duke punuar, por çfarë ka ndodhur tjetër? Ekskavatorët janë larguar aty dhe kanë bërë shumë mirë që janë larguar. Ekskavatorët, pa diskutim ne jemi njerëz pastror, ne e presim mikun, por miku kur vjen pa thirrur dhe i pa ftuar, pastaj përgjigjen e merr te dera. Kështu që aty janë ndërhyr me ekskavator në shtratin, kanë prirë gjithë shtratin e lumit, kanë prirë gjithë skapatat e lumit, pra në vend që të bëjnë mirë, kanë bën keq akoma më shumë, sepse ai nesër pastaj prap kur rritet lumi dhe kur bën shira, ai prap do krijojnë akoma më shumë dhëra të cilat do përcillen poshtë për në bazenin e liçenit. Por un kam një frikë, miku im, që aty prapa këtyre fshihen interesa të tjera okulte për të cilat ndoshta koha në Çfarë interesash okulte? Po ka fjalë që këtu po diskutohet për të ndërhyrje të tjera hidroenergjitike të cilat do t'ja lëm kohës. Do t'ja lëm organeve ligjzbatuese ta zbardhin të vërtetën aty, por ne të garantoj një gjë. Ne do të qëndrojmë shumë. Jo, një sekond, të qëndrojmë te kjo. Pra ju thoni që ndërhyrja bëhet për shkak sepse dyshohet që inertet vijnë nga lumi Nikaj Mërturit apo nga prejtë ndryshëm atje për të shkuar deri poshtë. Ju ku bazoheni që thoni që nuk ka inerte që zbresin nga lumi? Ka studime për këtë punë që thonë këtë lloj gjëje? Dhe e dyta, pse thoni që ka interesa okulte nga mbrapa? Shiko, të gjithë ambientalistët që janë jo të paktë edhe të asaj zone, pra kemi profesorë të asaj që janë ambientalistë dhe njohin shumë mirë terrenin, kemi gjeolog, të cilët e njohin shumë mirë historikun e këtij lumi, por unë nuk jam i vogël, por unë jam rrit në atë zonë dhe e di se sa inerte dhe sa rrerë përcjell ai lum. Unë e theksova dhe dje në takim dhe po e theksoj edhe para opinionit publik dhe para të gjithë dëgjuesve tuaj. Inertet dhe dherat vijnë nga prejt, pra mblidhen nga prejt të cilët e çojnë atë në lum dhe e çojnë atë në bazenin e liçenit. Unë jam shumë dakord që të bëhen prita në prej, pra prita në prej ashtu që kanë bërë tabelën, po jo në lum. Lumi nuk bart dhe, lumi nuk bart inerte. Pra inertet e qartë. Dhe pse po i bëjnë në lum pritat sipas jush tani?
Tani kjo do kohën e vetë për ta zbardhur vërtetën, dhe e dyta aty është gjetë shiko, do të them edhe theksoj edhe një gjë. Që nga viti 2019 në atë zonë, pra ajo krahin me potencial dhe resurse të jashtëzakonshme turistike, nuk është bërë një investim, nuk është shtruar një metër rrugë, nuk është hap një kanal, nuk është bërë një kabinë elektrike, nuk janë bërë investime as në shkolla, as në qendra shtetësore, as në infrastrukturë dhe në asgjë. Dhe pas kanë gjetë tash mundësinë me miliona euro për të futur gjasme për të bërë diga me lote në lumin e Currave. Pra aty është bërë vetëm një projekt për të fituar ca para, të cilat pastaj për sa i përket pjesës së ligjshmërisë janë juristët. Sa milion euro janë duke u hedhur? Diskutohet për një shumë shkonsiderueshme me miliona euro aty. Pra, sipas të dhe, se prandaj thëm, tabela aty nuk ka asnjë gjë, pra nuk ka as fillimin e punimeve, pra nuk ka as lloj transparencë, nuk ka as fillimin e punimeve, as datën e përfundimit të punimeve, as sa është investimi që do bëhet në atë zonë, pra që janë detyrim ligjor, që specialistët që merren me këtë pjesë e dinë shumë më mirë se sa unë, se unë jam mjek. Por duke njohur mirë zonën, pra po ta shikojmë atë tabelë që ka qenë aty që nuk ekziston më, pra nuk kishte asnjë gjë të vendosur për të sqaruar dhe për të informuar opinionin publik se për çfarë bëhet fjalë. Pra, jo diga në Nikaj, ne kemi thonë, jo diga në Nikaj Mërtur. Pra, Nikaj Mërturi ka nevojë për zhvillim turistik dhe potenciale të tjera zhvilluese, por jo për ta shkatruar lumin, ato që duke shkatruar, ai lum është identiteti jonë, është historia jonë e Nikaj Mërturit. Pra, shkatrimi atij lumi largon menjëherë të gjithë turistët që kanë filluar të kthehen në Nikaj Mërtur, sepse njerëzit janë mërzitur nga betonizimet dhe nga shkatrimet që këta kanë bërë shumë lumeve në gjithë Shqipërinë, por ai lum akoma sot ishte i virgjën, është trofta e unike në gjithë Shqipërinë që rritet në atë lum, pra është shkatruar gjithçka ekosistemi. Cila është rruga që do të ndiqni për të ruajtur zonën të virgjër, për të tërhequr sa më shumë turistë? Ne së pari do të jekim rrugën ligjore. Siç e thash, pra juristët tanë po përgatitin dosjen për ta dërguar në SPAK, ku do kërkohet transparencë plot dhe hetimi i plot mbi ato çfarë po ndodh dhe çfarë është menduar të ndodhi aty. Së dyti, të gjithë banorët e Nikaj Mërturit kudo që ata janë, nuk do ta lejon atë masakër të vazhdojë dhe ato punime të vazhdojnë aty për pa u bërë qartë projekti dhe transparenca e plot mbi këtë projekt dhe mbi ato çfarë përfiton Nikaj Mërturi nga ky projekt, apo edhe qoftë edhe Shqipëria dhe edhe më gjerë. Në këtë moment po ta them, Nikaj Mërturi do të jetë aty ku është vendi i krimit, por protestat e tjera do të jenë pa diskutim para Bashkisë Tropojës, dhe ne nuk do ta lejojmë atë që aty punimet vazhdojnë për pa u bërë i qartë, transparent i gjithë projekti që aty është nisë dhe për çfarë bëhet fjalë. Kështu që të jenë të qartë për këtë pjesë, ne nuk do ta lejojmë. Kryetari i Bashkisë ka bërë një gabim të madh fatal që ka tjetërsuar, pra ka këtu një vepër e pastër penale që shkresat janë bërë për prua, ndërkohë që aty është ndërhyrë në lum, në kundërshtim me ligjin dhe me gjithçka ka të bëjë me zonat e mbrojtura. Zoti Kecaj, keni kërkuar llogari, një pyetje të fundit, keni kërkuar llogari tek Bashkia, çfarë ju thonë? Keni kërkuar transparencë dhe dokumente se çfarë ka ndodhur? Shikoj nderuar miku im, aty ne nuk kemi pas asnjë lloj informacioni për këtë pjesë, pra e kemi marrë vesh në mënyrë spontane nga disa banorë që jetojnë në atë zonë që lumi ujti po turbullor. Pra aty kanë hyrë fshehurazit siç etnik. Pra kanë hyrë fshehurazit pa bërë asnjë lloj njoftimi dhe asnjë lloj vendosje tabele apo asnjë lloj absolutisht asnjë gjë. Pra është ndërhyrë fshehurazit, është ndërhyrë direkt në lum me padroma, me ekskavatorë të fuqishëm, të cilët kanë shkatruar rrjedhën e lumit dhe shtratin e tij. Pra ne sapo e kemi marrë vesh, jemi organizuar dhe kjo punë ka ndodhur brenda 4-5 ditësh që ne kemi marrë vesh dhe jemi organizuar. Pra ne po them që do ndjekim rrugën, ne do ndjekim gjithë rrugën ligjore, që ky projekt e para punës të shikohet se si është ardhur deri këtu dhe cilat janë interesat jo vetëm krajinës së Nikaj Mërturit, por edhe Shqipërisë, apo kemi të bëjmë me interesa okulte, kurzeza të ndonjë njeriu të caktuar, të cili do të përfitojë nga ujrat e Nikaj Mërturit për shkatruar ekosistemin dhe për shkatruar mjedis. Është park natyror i mbrojtur me ligj, pra është një zonë e mbrojtur, është park natyror njësoj si parkut e parqet e tjera në Shqipërinë. Dhe ishte zona e vetme e fundit që ishte ngel pa ndërhyrë aty, por ne nuk do ta lejojmë këtë. Nikaj Mërturasit kanë treguar në shekuj që kanë qenë njerëz mikpris, kanë qenë bujar, kanë pritë dhe kanë përcjell, por ama kanë treguar dhe në luftra qoftë me serbo-malazezët, por dhe me Turgut Pashën, që i kanë kthyer mrapa dhe nuk kanë mundur ta pushtojnë Nikaj Mërturin. I garantoj ata të cilët e kanë bërë këtë, e kanë marrë të nisëm që kanë gjetë vendin e gabuar për të fituar ato para. Ne nuk jemi kundër zhvillimit, ne jemi pro zhvillimeve pa diskutim
dhe zhvillimeve potencialeve turistike që japin zonës edhe gjithë krahinës ato i japin ato çfarë duhet ata të kenë, po jo të shkosh ti të shkatrosh identitetin e tyre historik dhe kulturor dhe historik, siç është lumi Nikaj Mërturi, sepse ne me atë lum jemi rrit, por ai lum i jep gjallëri gjithë zonës, është një lum i cili përshkon Nikaj Mërturi, pra gjarpron mes përmes Nikaj Mërturi, dhe ky nuk mund të shkatrohet dhe ne nuk do ta lejojmë këtë. Zoti Gecaj, kujt po ja çoni këtë mesazh ose kujt po ja thoni këtë institucionit si Kesh që po i thoni nuk ka pasur pushtues që ka hyrë Nikaj Mërtur apo atyre interesave okulte që ju thatë pak më herët? Po sepse këtu kemi një koordinim me shkresa, po shkresat të cilat lënë për dëshiruar, shkresat të cilat nuk pasqyrohet qartë. Asë vendi ku do ndërhyet, pra kemi një shkresë e cila diskutohet që do ndërhyet në Pruë, ndërkohë që është ndërhyrë në Lum. Pra këto do të ne ja kërkojmë Keshit, ja kërkojmë Bashkisë Tropojës, në fundi kryeministri i Tropojës është kryetari i Bashkisë. Ai ka një jurisdiksion gjithë territorin e Bashkisë Tropojës, duke filluar që nga qapi e Agrit deri në qafë Morinës. Edhe kështu që në këtë moment ne ja dërgojmë të apel edhe Bashkisë, edhe Keshit të ndërpresin punimet, të ndërpresin projektin derisa atu të ketë një transparencë të plotë mbi projektin dhe çfarë është organizuar dhe për çfarë po bëhet, pra njerëzit, se shikoj ti mund ta fillosh nuk mund ta fillosh projektin dhe pastaj të kërkosh dëgjesa publike. Dëgjesat publike bëhen para projekteve, bëhen para minatimit të projekteve, pra cilat janë interesat, cilat janë ato çfarë benefite që përfitojnë qytetarët, komunitetin tërësi, por dhe më gjerë, pastaj po them krahina apo rajoni apo qoftë edhe Shqipëria, në rastin ku kemi të bëjmë fjalë me kaskadën e Drinit dhe të liçeneve, por në këtë rast nuk është bërë asnjë gjë nga këto dhe nuk kemi pas asnjë transparencë në lidhje me këtë drejtim. Por janë fut fshehurazit aty dhe pastaj kanë shkuar në moment që ne kemi reaguar, kanë vendosur një tabel ku ajo tabel nuk parashikon asgjë bazën ligjore të saj, thjesht për ta vëmë atë tabelën atje. Zoti Gecaj, të falenderoj. Do të jemi sërish për të ndjekur këtë çështje së bashku dhe që është e ndjeshme për banorët e Nikaj Mërturit. Të falenderoj. Unë ju falenderoj shumë dhe ju bëj një apel qoftë organeve ligjbatuese që ta hetojnë këtë në imtësi këtë çfarë po ndodh, por i bëj një apel edhe Keshit, por edhe Bashkisë Tropojës që të trasin mendje sa nuk është vonë, të ndërpresin punimet atje, të anullojnë projektin derisa ne të marrim gjithë informacionin e duhur. Dhe ju bëdhe një apel të gjithë banorëve Nikaj Mërturi që në çdo rast se këtu ne do konstatojmë që do ketë ndërhyrje të tjera, të mblidhemi të gjithë bashkë siç kemi qenë në shekuj, për Nikaj Mërturi nuk ka parti. Pra në këtë rast ne nuk kemi asnjë lloj partie aty. Nikaj Mërturi ka vetëm Nikaj Mërturin dhe zhvillimin e saj turistik. Ato njerëz atje kanë jetuar në vështirësi, kanë jetuar në shekuj, por janë mirë arsimuar atje nga ajo zonë dhe kjo është fakt për ne nuk do ta lejojmë. Ne do ndjekim gjithë rrugën ligjore, pastaj pjesa tjetër i mbetet komunitetit ta vendosi. Edhe një herë faleminderit, të përshëndes. Ju falemnderit shumë për ftesën dhe për bisedën që zhvilluam së bashku, por dhe për interesin dhe gjithë pasqyrimin që ju keni bërë këtij problemi të madh mjedisor. Sigurisht, kjo është detyra e çdo gazetarie cilësore. Përshëndes edhe një herë.